Hamdi të konë Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin dhe rumë, Allahu Gjeleshanuhu e bani këtë dinin Islam fejt për sosët. E bani që tjese fe e plot, tjese fe e cila njeriut i shërben në këtë botë dhe e cila do të abojet që ta meritoje dhe knacin botën tjetër. Nëse njeriu jeton si pas asaj që lyp Islami. Po gjemat feja Islame lyp që njeriu t'i plotsoje hakët që i kemi ndaj Allahut, t'i plotsojmë hakët që i kemi ndaj njerëzve, po edhe hakin ndaj vetvetes. Po ashtu, kjo fe kërkon që ne të kemi fillimisht besim, imanin e plot dhe imanin e sakt. Për pos kësaj, është edhe ibadetin të cilin feja Islame na e kërkon, si që janë namazet e agjerimet e tjerët. Po gjematin dërshëm, kjo fe e lyp edhe moralin, që t'jemi të sjellshëm dhe të kemi një karakter të mirë, t'jemi besimtar me një sjellje shembullore, jo t'jemi musliman në një vend e ndryshe tjetër vend. Nuk i ngjan gjemat kështu muslimanit. Në xhami muslimani mirë, jashtë jo musliman. Në atë kontekstin, jo se pa besimtar, po jo ta mare Islamin me veti ka shkoje. Ne gjemat mendojmë se Islamin duhet ta kemi me veti vetëm xhami. A kur dalim nuk e marim me veti. A bashather duhet gjemat ta marrsh me veti. Kur dalsh jashtë xhamie, që tjerët ta shohin sa i bukur është Islami. Se jo muslimanët nuk vinë gjemat hinë këtu në xhamit na shohin çfarë musliman shimi. Ama do të na shohin jashtë, do të na shohin rrugë, do të na shohin trek, do të na shohin punë, gjithë kundi përpos xhamis do të na shohin. Ama ne xhamat mendojmë se vetëm xhami duhet të tregojmë se jemi musliman. Kujt i tregojmë tu? Njëri tjetrit a? Një xhamat në botë duhet ta dije se sa jemi musliman të mirë. Ta tregojmë Islamin me sjelljen tonë. Prandaj feja Islame e vlerëson shumë moralin, edukatën e mirë, jo rastisht a pejgamberi alayhis salam, se në ditën e gjykimit maran që do të peshoje në mizan do t'jese morali mirë, normal mbas imanit. E Allahu Gjeleshanuhu gjemat në surën Bekara, në ajetin 208 thot Bismillahirrahmanirrahim, ja ejuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kaffah, thot o ju që keni besu, thot hyni në Islam tërsisht. Pra hyni në Islam komplet, jo të hysh në Islam vetëm ku t'ku vendon. Jo të hish në Islam vetëm çka të pëlqeje. Jo ta marrësh prej Islamit siç veprun ehlil kitabët, të cilët Zoti i përshkruajti në Kur'an dhe tha se besojnë një pjesë librit e tjetrën jo. Pra vetëm çka u ka kuvendu u kanë marrë prej librave. E çka s'u ka kuvendu ose e kanë fshi ose e kanë ndryshu. E Islami është fe garantume, këtë asën e fshish, asën e ndryshysh. Ja do jetojsh me Islamin, ja nuk do përputhesh me ta. E gjematin dërshëm, edhe të tjerët e kanë kuptu se sa muslimanët janë të lidhet me dinin Islam. Dhe e shohën se ne gjemati kemi shkut raportet me Allahun Gjeleshanuhu. Një prej atyne është edhe George Sarton, një prej profesorëve të njohur në Universitetin e Harvardit, i cili tha se feja Islame tha është fe madhështore. Feja Islame tha është fe e përkryme, është fe shumë e mirë. Ama tha fatkeqësisht tha muslimanët tha s'kajnë bëjnë tha kur gjame ta. Ha, shife? Ama e ka pa se feja Islame me vërtet është fe e mirë. Ama muslimanët nuk janë të jetu me fejnë Islame. Muslimanët nuk janë përputhje me atë çka thot Islami. Dhe këtë propagandë për ta shput muslimanin prej moralit Islam e kanë bë edhe jo muslimanët në misionarizmin e tyne. Një prej këtyne ishte edhe Samuel Zwimir, i cili në vitin 1928 gjemat e mbajtë në Quds të Palestinës një kongres të misionarëve krishterë dhe i kishin mbledh priftët dhe misionarët nga gjitha tokat e tokave arabe që janë në sundimin e muslimanëve, me Irak, Siri, Egjipt, pra gjitha kishët ishin mbledh ta mbajnë një kongres
Dhe Samuel Zwemir, i cili ishte një prej ligjeruzve kryesor në këtë kongres, tha në mes tjerësh, tha ne tha në këto tokët arabe, ne priftët të cilët jemi këto tokët arabe, nuk e kemi thot mision që t'i bëjmë muslimanët krishterë. Jo, nuk është kjo propaganda jonë, që muslimanët thot t'i bëjmë krishterë, sepse atëherë thot do t'i kishim dhënë një dhuratë këtyne, sipas atij. Tha qëllimi jonë është t'i shpkutim tha muslimanët prej edukatës islame. Ta shpkutim muslimanin prej moralit islam. Atëherë thot e kemi arrit atë të cilën ne duhet ta bëjmë. Dhe ne thot në këto tokat mundohemi ta prishim lidhjen e muslimanëve me Zotin. Pra jo t'i bëjmë krishterë, t'i lam musliman, ama t'i lam musliman të prisht. T'i lam musliman pa lidhje me Zotin, që mos kesa ai kur një lidhje me Allahun. E kur ta shputim atë lidhje me Zotin dhe muslimanit bëhet i pasjellshëm, atëherë ai është fitimtar. Atëherë ai ka fitu. Sa i të kalon edhe pa fejnë krishtere, po edhe në fejnë islame të kalon sakat. Dhe kjo thot është e misioni jonë që duhet ta bëjmë. Dhe a e kanë arrit xhamat, deri diku kanë arrit. Sot ne shohëm musliman të cilët vetëm në emën janë musliman. Në sjelljen e ka ma keq se ndoshta edhe pabesimtarët. Sot ka plot musliman që s'do të ndije për islam. Kështu e vrejti edhe Cat Stevens, një këngëtar i famshëm i cili në vitin 1977 u konvertu në islam. Po ai u konvertu në islam duke lexu libra, duke e pa çka thot Kurani, duke e pa çka thon njerëzit e meçët dhe u konvertu në islam. U bë musliman, e bani edhe emrin pastaj musliman Yusuf Islam. E xhamat prej dëshirës kish qejf shkoje t'i shohë muslimanët, sa ishte në Angli. Dhe kish qejf shkoje t'a shohë si janë muslimanët në përbotën islame. Sa i lexojte se sa muslimanë të mirë janë në libër. Se si duhet jese morali muslimanëve, si duhet jese pastërtia e muslimanëve, si duhet jese sjellja e muslimanëve. Ju kish begenis dhe ai kish mendu se sikur në libra janë muslimanë. Edhe në atë kohë 77 në Anglisë ka pas shumë musliman si sot. Dhe ki thot, kom qef shkoj t'i shumë musliman. Edhe nis një gjiro, shkon e hecën Arabin, Egjiptin, Sirin, Irakin, i hecën të vendet e muslimanve. Dhe kur kthehet mbas disa javë, edhe e pyesin, thot, ha, si të duken muslimanët? Çka tha? Elhamdulillah, tha, shiqir që e pranova islamin pa i pa muslimant. Se të kisha shku, tha, njëherë t'i shifsha, kur tha s'du kisha bo musliman. Po shiqir, tha, që e lexova njëherë Kuranin, dhe u bona musliman të lexu e jo të pa. Se të kish mbet puna t'i shoh musliman, kur s'du kisha bo musliman. Pa po talon me raka. Cili po talen me rak islamin? Hinna për rrugët e tona, tale islamin me rak dikush. Shifi rrugët e tona, këtë përloket, deponi si cilin qosh, tale me rak dikush. Lëmëzinët si cilit parku me të ezan të i bloku udhët, si të t'jalone me rak dikujt islamin. Po që ti kalzot islami, o gjemat, kur e parkon lëmëzinën e kalzon si je musliman. Kur i fuk bërlokët të regon se sa je musliman. Në praktik të regojsh se sa je musliman, jo në gjami. E që kështu ne gjemat si alam islamin me rak kërkujt. Po ashtu gjemat është edhe rasti Muhammed Gazalit, një djetari madh i Egjiptit, i cili vdish në vitin 1996. Dhe ky prej në Egjipt nisit hece të boje disa gjiro në për tokët e Evropës edhe në Amerikë, edhe kër u kthy e pyetën muslimant, hape hoxhi madh, se ishtë djetari madh, tha si kalove në për tokët e shkijeve, në për tokët e pabesimtarve, tokët e qafirve në atë kohë Evropë e Amerikë, shumë pak xhamia kishte. Tha si të duken? Çka tha Muhammed Gazali? Tha aqe xhamat kishte islam, ama s'kishte tha musliman, se shumë pak musliman ke mund zate kish viteve 70 në për Evropën në Amerikë, shumë pak. E tha aqe tha islam tha kishte, ama musliman s'kishte. Ate ne këtu tha, në Egjipten tokët arabe, ka musliman, ama islam thot s'ka. E xhamat, ne jemi musliman, ama s'jetojmë me islam. A i Zvicrani e praktikon do është a islamin praktik, ama nuk i thot vetit musliman. Ama kur shkojsh, qato qka i thot islami, a i
ti bën praktik. Shkon paguën, ta kthen edhe 1 cent. Ama edhe për 1 cent çon ti prishish 100 euro. Ja xhamat do thotë ai Zvicrani ai precis në kac, precis në punë, precis në çdo send, çashtu si duhet jetë një musliman. Ama te ato xhamat Islami është në praktik deri diku. Ama nuk është te njerëzit. Atë ne te njerëzit shumicë janë musliman. Ama Islamin e kemi pak. Do thotë kemi qef Islamin ta bëjmë vetëm çka na kuvendon, e jo çka thot feja islame. Kemi nevojë pra për musliman punëtor, musliman praktikant, musliman i cili Islamin do ta shtijë në punë, e jo t'ja gërditim Islamin dikujt. Sikur ki shku një hernjani, tregohet si Rafima ka qenë i vërteta, jo, po tregohet pas ka shku të bohet në ato kishet e Sërbis, të bohet krishter, se kanë nis pak një hofa që të bohen krishter. Edhe i kishton, hajtë të marëm të pakzojmë në ato ritualet e veta. Kishton, po tia je falë dhe njëherë? Kishton, jo, kur njëherë si jënë falë? Po kishton, po ke mbajt Ramazan? Jo, kishton, kur Ramazan? Qfar Ramazan? Jas njëherë s'ka mbajt. Po ke kanë haxhi? Jo, dhe qfar haxhi e dhe, kur njëherë? Po tha alkoholin e ke pi? Po tha alkoholin e të shpia, tha non stop e pi? Po tha mishderi? Po tha edhe atë e ham, tha s'kshirin. Edhe ja kish këthi sërbisht, pa ti nash si bil, tha? Pa ti joni pas ke kanë? Qka je mundu të vish deri këtune, ti joni kane? Qfar ndryshimi kje ti piti katolikit? Kur gjan? Qfar kje ndryshim për ortodoksit? Kur gjan? Pa tërda joni kane ti s'pas ke kanë, tha i ati në kur njëherë? E gjemat, që kësi kategorie ka plot, po që kësi s'duhet me kanë. Ne duhet jemi musliman hakikat, musliman i cili jetojmë, që t'ja lanë për shtypje dikujt. Erdi një vajzë Macedone dhe u bo muslimane në Saraj. Edhe prej dëshirës tash që të kallzoje, do thot atë islamin, tha ta gjeta një djalë musliman. Një qa une i këmbo gjemat, edhe bas një 2-3 muje më bon telefon, thot dhe Dafne. Thash pse? Po tha, letha se kire na vec, tha si ishin organizu, tha kejt familja tha të rejnë, me qeqni e 3, që t'jam shehin se aj buri, tha, mu më rejte se jon beqar, aj tha kishkani martu me fmi, po lese aj tha rejte, po edhe qeqni tha reshin, edhe tjere tha krejt familja tha e kishin bo organizim të më rejnë. E shife gjemat, e tha halistat të t'kazuj, tha drejt pi zemrës më kanë bo pishmon që jën bo musliman. Shife, ne gjemat dikandin, jo ta këthejmë në islam, ne në udhubila jaftohim islamin dikujt. Ne e bëjmë që t'i bere pishmon, thote, pa që kjo ka në islamja, që këse gërdit që unë të bohëm, po jo be rena vec unë e mund të bohëm qfar do feje, po islami qka është, qatë du të asho. Ka plot që jaftohin islamin dikujt. Si shtregoj njëherë një profesor në Austri, një rast një shqiptar, kish desht martohet me një austriake, edhe i ka thonë, unë do bohëm, thot martes me ty, ama thot, familja jeme së pranojnë se ti si e musliman. Ajo kishon po oni do bohëm muslimane, si të bohëm? Ki kish gjet do libra, ja kish dhanë, edhe kish nis t'i lexoj, ish bohëm muslimane mirë, ishin martu. Edhe mbas një kohë, një vjet kish kalu, edhe kjo gruja tash i thot këti burit shqiptar, pitonve, që ish martu me austriakët. I thot o burë, thot du daf me unë e ti. Thot pse? Po thot, ti mbane mu musliman, faliminderë, ama ti s'ka unë musliman. Se që ato që ka i lexojsha unë në liber, ti kur nuk i bon. Feja islame thot falësh, ti kur s'të këm pa të u falë. Feja islame thot në bash Ramazan, ti kur s'mba Ramazan. Thot feja islame thot më lujsh komar, ti gjithin kazino. Unë tha si musliman që jënë bo, tha shti tha e kom haram, tha 3 me ty në martes. Shife, austriakja, e në elen, dahët për shqiptarit. Pse? Se ki shqiptari ka mendu se vetëm duhet të boje musliman. Ama në fakt islamin kërkundi. E që kësej ka plot gjemat. Pra ndaj, ne gjemat, e di se s'kemi shumë kapacitet krehim dikandin fej, po s'paku më zvagërditim fejn dikujt. Allahut na forcof në din gjemat, Allahut boft që ne të punojmë për këtë din, ta praktikojmë këtë din, dhe të jemi të sinqert dhe ta marrim islamin ashtu siç thot Zoti, kafe, do thotë komplet ta marrim tërsi, inshallah taala Zotin këtë rrugtim na ndihmoft. Subhanallahu bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.